je njëri që je pa shpesh në media, sigurisht që fjala juaj edhe mesazhet që përçoni në publik kanë interesin e tyre, por të shikoj që të kam parë që je goxha prezent në protestat e këtyre ditëve. Je si qytetar, je si kurios, apo je si influencer? Asnjëra, unë jam para si qytetar shqiptar, as influencer dhe as si kurios, sepse kurioziteti mund të hajë shumë lehtë nga televizori apo jesh me ta story që unë i bëj çdo ditë, jo që i bëj që dukem, apo për follow sa i bëj sepse ma ndihet zemra që ka padrejtësi. Në të gjithë këto, nuk mendojmë që jemi për tjetër qëllim, pavarësisht se unë po mendoj që po bëhen ca gabime me shumë njerëz që po flasin se të marrin vendimin të gjithëve, që do dalin fundit kur. Se një perfekt do dalin probleme. Zëri po duhet ligjohet. Ne e dimë se çfarë dorëheqja, një qeveri e re, një qeveri që t'japin një frymëzim të ri, t'japin dorëheqje nga i pari Imrami, siç po ndodh në Irak, që jeni 40 vjeçar dhe i po merr nga i pari deri në fundit që vitin 90 deri tani ja kanë dhënë gjithë pislikët. Do bëhet edhe këtu. Të ketë një personi drejt. Mua as sa kam interesin qeverisë pa as tani. Për punën e mia kam 30 sa vjeç që kam ikë, dhe duhet të shoh vetëm mirën e kombit tim. Njerëzve të afërmit tanë, shoqërisë tonë. Jemi një popull që mund të ecim shumë para. Tani s'po them se asnjëra tjetër kanë bën 90% këshia, kanë bën 10% mira, kanë bën diçka se s'kan pas ku shkojnë pa bënë punë. Patjetër, do justifikojnë karika. Ka që karika atyre të lëshohet. Tani qeverit janë, a do vish të ndryshosh kombin, a do vish të ndryshosh politikën. Ta ka ndryshuar vetëm politikën. Nëse ka ndryshuar asgjë. Ka ndryshuar asgjë tjetër. Politikën po ka ndryshuar, si ka ndash vetë. Tani ne jemi të gjithë këtu, nëna, kalamaj, gra, burra, shohim për të njëjtin qëllim. Ti të kemi qetësi një paqe, me durim se këta do hikin, se nuk kanë ku shkojnë. Ti mendon që Evropa këtyre do bëjnë mirë, futen në Evropë, jo, se do futen nga i pari deri në Ramingburg. Që është komplet qëllimi i tyre që të arrijnë të podhin, të fusin, na bëjnë, të kthehet në një urrëtie që të prishim ne qetësinë tonë. Nuk duhet ta prishim qetësinë. Ti ke jetuar për shumë vitesh, siç e the, ke zgjedhur të jetosh jashtë për një jetë që ti ke menduar se është më e mirë, edhe mundësira më të mira. A mendon që bota ka ndryshuar fal këtyre protestave edhe perceptim për shqiptarët, drogaxhi, vrasës, delekuent, trafikantë e të tjera? Bota ndryshon sepse zëri i popullit e dëgjon, e duhet ligjuar. Ka qenë që epokët e luftave romake apo të lasën tjere, që populli kur ngrihet, populli është zëri kryesor në gjithë botë. Tani në këtë botë askush s'është profet. Por gabimet tona që ikim në botë dikush bën ato, mundon ti bëjmë më mirë. Ta sa do gabimet që e bojnë, ta prapë se përsëritin, futet gjitha qeverisë të burg, prapë dëgjoj ti rrinë aty. Unë jetoj në një vend demokratik në Australi që po ndodhin diçka, se marrin dhe ndrohen, ministrat, kryeministra bien burg, ndrohet qeveria. Këtu futet i pari në burg, futet tjetri, del njëri, del tjetri, si ai tjetri, si ta partia parë, si opozita, si tjetër. S'po ndryshojnë. Kanë 50 vjet, si po na kujtonin në Hoxhën, këta prapë ato janë. A ka ndonjë popull në botë që bën 34 ditë protesta? Pa pushim. Nuk kam dëgjuar. Dhe prandaj po them, ne duhet të qëndrojmë prapë. Edhe sa të kam mundësi tash kam edhe jetë duhet me bëj shkollë nga e punë, paktën në 20 herë kam dalë të protesta. Edhe do dal deri aty sa ky popull të jetë 5 persona këtu. Me qetësi, pa dhunë. Dhe do ja dalin se këta bëjnë çfarë bëjnë, po do mblidhe Evropa, do mblidhen zërat e botës e do japin dorëheqjen, nëse do me pa, ose do na mbyllin prapë komunizmin që na kanë mbyllur. S'ka rrugë tjetër. Jo s'ka rrugë tjetër. Nëse do ndryshoj diçka, je gatshëm të kthehesh në Shqipëri? Unë jam i kthyer në Shqipëri. Je kthehesh? Po ja. Pavarësisht se duhet të ik 3 muaj e verës për punë që unë dhe eventeve që bën në Australi apo në Evropë, unë jam rikthyer se këtu jetoj. Për të paktën të 6 vite fundit këtu jam. S'kam vistu, s'kam sa ik mas i vend, e dua vendin tim, merr malli për çdo gjë që është këtu. Mjaft me botën e huaj. Nuk po them si shton shumë të jo se s'kisha mundësi këtu, mundësi kam ikë 90-ën unë. Shpej, mundësi ti krijojmë vetë, çdo vend botë krijojmë vetë, si këtu si atje, se nuk e vjen mirë për skemi punë, gjë punë, mundësi ti janë gjithë botë. Nëse do ta kishe Edi Ramon përballë, çfarë do t'i kërkoje? Ato do thoja unë, zburnish. Në qoftë se je burr dhe thua se ka dhënë popullit 800.000 vota, provoj edhe një herë, me qetësinë tate. Edhe lironi karrikë thu, dëgjoj, do dojë popullit rreshë, ja, do i bëjmë zgjedhjet. Qoftë se thua ashtu. Po frika nga një herë, bën që të fshihesh. Patjetër. Kur s'ke frikë, edhe s'ke bëj që të dil. Edhe bëj vëzhgjedhje dhe herë fitova, atë jap dorë. Po fitoj siç duhet me fitu.